Edhe një fillim i mbar i vitit akademik, askund sikur në Kolegjin Evropian Dukagjini, me 3 tetor duke filluar nga ora 11 në lokalet e Kolegjit Evropian Dukagjini, do të bëhet tërheqja e shpërblimeve. Shpërblimi i parë përcjellet me bursën 1 vjeçare për studime në Kolegjin Evropian Dukagjini, ndërsa shpërblimi i dytë dhe i tretë me nga një laptop për studentët Fatlum. Vazhdoni të aplikoni në lokalet e Kolegjit Evropian si dhe në shtandin e Kolegjit Evropian Dukagjini në qendër të qytetit. Për të gjithë pjesëmarrësit e lojës shpërblyese, si dhe për të gjithë studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini, organizohet edhe koktej rasti i përgatitur nga Hotel Dukagjini. Stafi akademik i Kolegjit Evropian Dukagjini uron vit të mbar për të gjithë studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini, aty ku jeni më afër mundësive dhe oportuniteteve të reja. Studioni në PEI, Kolegji Evropian Dukagjini.